Do të nisim patjetër me aktivitetet, këtë herë do të nisim me shfaqjet e teatrit, ku disa nga shfaqjet që do të jenë gjatë kësaj jave janë Ekej Deno të Teatri i Korçës në data 19, 20, 24, 25 maj. Klani të divorcuarve këtë herë shkon në qytetin e Firit te Teatri Bylis në data 19 deri 21. Zululandia, një shfaqje që ka premierën e saj këtë javë, me motivet e Fajkonicës, do të mbahet te Teatri Kombëtar Eksperimental në premierën e tij në datën 21 maj për të vijuar deri në datën 25 maj. Shfaqja e teatrit do të jetë çuditshme e qenit në mesnatë, do të jepet te Teatri Metropol nga data 22 deri në datën 24, shfaqje goxha interesante që ne e kemi ndjekur dhe për të parë një shfaqje ndryshe me tematikë shumë specifike që lidhet me familjen, do t'ju sugjeron ta shihni. Kërkohet një tenor ka premierën në Tiranë me regjinë Armand Borës tek Art Turbina data 22 deri 25. Dhe gjithashtu shfaqja Kërkoj vrasës për nënën që ka premierën në qytetin e Shkodrës te Teatri Migjeni, do të nisë në datën 25 maj.